Njërisi absolute e zgjedhjet parakohshme vendore, kandidimi i 2 grave për Tiranën dhe Vlorën. 2 qytete dorës parë për Shqipërinë që do drejtohen nga 2 gra, të cilat kanë një karrierë shumë të ngjashme në një periudhë caktuar, kur kanë drejtuar respektivisht rilindjen e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, flas për Ogerta Manastriliun, dhe të Spitalit Renard Vlorës, kanë parasysh Bruna Mersinin. 2 realitetet transformuara tërësisht, fal aftësisë tyre menaxheriale, po sidomos vullnetit të hekur të këtyre 2 grave. Ato janë që 2 fitueset, pa diskutueshme të garave ku kundërshtarët janë shëmbëltyra kuptim plot e disfatës radhës së ndjespas Partisë Demokratike. Këneta është kaq e dëshpëruar sa për Tiranën ka nxjerrë një aktor humori në rolin e një kandidati qasmet pavarur, që për vitet tëra i ka bërë për të qeshur të gjithë pa dallim, madje edhe vetë Kongresin e Partisë Socialiste e ka shkrirë gazit kur ka ardhur një herë për të luajtur rolin tim. Prandaj unë nuk e gjykoj hiç as fare keq aktorin për rolin e ri që ka marrë, se aktorët atë punë kanë, me role jetojnë. Po kush voton mua dhe Partinë Socialiste do të votoj Ogerta Manastriliun. Ogertën që t'i jap Tiranës drejtuesin e dur dhe qeverisë partnerë domosdoshëm në kryet bashkisë për të vazhduar pa u ndalur punën transformuese për kryeqytetin e Shqipërisë 2030, kryeqytetin e Europës së Ballkanit.